Përshëndetje të nderuar miq të emisionit ton Udhtim. Nisim kështu edicionin e vitit 2026 në një ambient të ri dhe me këtë rast falenderojmë kryetarin e Bashkisë së Lezhës, zotin Pirin Dreu, për mundësinë që na ka krijuar që këtë emision, duke filluar nga emisioni i parë e në vazhdim do ta zhvillojmë në ambientet e Pallatit të Kulturës Det Nduhe Lazdri Lezhë. Kam nderin dhe kënaqësinë ta filloj vitin 2026 me një ftuar special i cili është Altin Shqefni. Zoti Altin, mirë se erdhe në emisionin Udhtim 2026. Mirë se u gjeta. Paraprakisht do t'ju thoja se një opinioni juaj për këtë emision e keni ndjekur dhe si u është dukur ardhja e këtij emisioni për shikuesit lezhian dhe jo vetëm? Jo vetëm emisioni, por gjithë mundi dhe sakrifica e Augustinit, po ashtu që të japë një mesazh sa më të mirë për popullin lezhian, jo vetëm për Lezhën, por për anën banë botës, sepse faqja e tij është mos e ndjekur nga gjithë opinioni lezhian dhe gjithë përfshirja e këtyre mediave dhe për sa i përket Lezhës dhe gjithë aktiviteteve që kryen në Lezhë. Dhe jam shumë mirënjohës për këtë ftesë që më keni bërë këtu dhe uroj që këtë emision ta vazhdoni dhe të ketë sa më shumë interes për publikun, për gjithë lezhianet, mbar vendin dhe kudo që ata ndodhen. Faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe njëherë është bëjmë dije për opinionin që na ndjekin se ky emision do të vazhdojë me të njëjtin ritëm ashtu siç mbyllëm një edicion të suksesshëm do të thoya të vitit 2025. Ashtu siç e kam cilësuar herët, kolegu im Agustin Cin Marini duhet të thënë se është institucioni mediatik individual. Dhe ky përcaktimi imi kohë më parë i ka regjistruar kohë dhe ashtu është në fakt fal pasionit të tij të jashtëzakonshëm është i kudo ndodhur. Dhe për të rikthyer tek i ftuari i radhës që është zoti Altin Shqefni, zoti Altin, si lindi dashuria juaj për mundjen që në moshën e vogël 10 vjeçare? Është e vërtetë si çdo fëmijë asaj kohe, unë i përkas një gjenerate që kam pas fatin të kem shumë breza që kanë dhënë për sportin lezhian, sidomos për mundjen. Dhe kam pas fatin e mirë që në atë periudhë pothuajse gjithë rinia, fëmijët kishin pasion dhe shumë dëshirë sportin dhe mbi gjitha ishte mundja. Dhe këtë piknisje e kam pas që në femiri kur një nga bashkëqytetarët e mi, unë kam qenë banues i lagjes Sheher, Varosh ka qenë quhet i lagjes Sheher, aktualisht ndjej shumë kënaqëri nga i vend ku vi dhe pothuajse është një përpos kënaqërisë dhe nostalgjisë, duke i mënyrën se si e shprehni. Sepse është qyteti i vjetër normalisht i Lezhës dhe aty ka qenë jo vetëm qytet, por edhe mënyra e jetesës si në fshat. Dhe sa herë dilnim dhe loznim në ambientet që ishin në atë kohë në fushat të ndryshme. Rrugica, ngushtisa, fushat vogla. Fushat e vogla. Dhe unë që fëmijë kam spikatur si fëmijë i shkathët, i lëvizshëm, dhe ishte një nga bashkëtarët e mi që ai vazhdonte Arben Shquti pas ndjes. Dhe ai pa edhe ishte normalisht më i madh se unë, 4-5 vite më i madh se unë, dhe më pa sepse isha një tip që shumë i shkathet dhe më ofroi që të merja me mundje. Dhe e kam vazhduar këtë, të them të drejtën, kam vajtur në palestër 1 vit pa e ditur familja. Dhe kjo ka qenë pak sfida më e madhe ime, sepse baba im me thënë drejtën, viti nga i fush financier, ekonomist ndër më të mirët e Lezhës ndër vite, dhe ai nuk e kishte shumë me dëshirë këtë aq më tepër mundjen për fëmijët. Për mundjen për fëmijët dhe sporti i mundjes është sport i rëndë do të thotë. Dhe unë shkoja pa e ditur. Dhe në momentin që ai e mori veçte, unë normalisht si çdo fëmijë si reagoi? Frikën e reagimin tha
po mirë, tha, do vi të shoh, më kupton? Edhe kishte shumë që nga ai moment e deri më sot, të them të drejtën, nuk është ndar një herë nga sporti i mundjes. Edhe në qoftë se unë kam pas ndonjë shkëputje, ai se ka pas asnjëherë. Ka qenë gjithmonë që nga momenti që unë kam vazhdu sportin që fëmijë, ai ka qenë gjithmonë mbas meje. Por kur duke më dhënë këshilla, vetëm thjesht si tifoz, si për krahas, po kur asnjëherë që të ndërhynte në kuptim pse bone ose të shkonte dhe të thoshte trajnerëve pse kështu, pse ashtu, si çdo prind për fëmijën e vet, por ai këtë e kishte. Dhe kush ka qenë pasioni më i tij, ai ma kaloi pasionin tim, se filloi të merresh, të bleu një kamerë, në atë kohë bleu një kamerë, filloi të bënte ngjizime, filmime, dhe shumë nga ato filmime kanë sot së kësaj dite mi kërkojnë sportistat të ndryshëm, thonë, ore, nga gjithë Shqipëria më thonë, ore, ke pas babin që i ka filmu këto kampionate, mos i ka dikun, edhe kështu që të thoja, kjo ka qenë edhe është një shembull hyrja është një shembull mjaft i mirë i cili meriton të përgjegjësohet. Pra, shembulli i prindërimit të mirë. Pra, nga heshtës babi juaj, nga një fushë tjetër e shkencave standarde, shkencave ekonomike, u bë motiv dhe për pos kësaj ai u dashurua marrëzisht pas mundjes, do të thojon. Është shumë e vërtetë. Në çdo aktivitet ku unë bëja, qoftë edhe jashtë shteti, shumë herë e kam marrë, më thoj se marrë me vete, sa i karë vetë, po shumë herë ai na ndihte sepse ishte si reporter. Për ne ka qenë si reporter, nuk ka qenë si baba im, më kupton? Altin, formati i emisionit tonë është personazh i ftuar, në rastin konkret ju do të vini gradualisht dhe do të shpalosim të gjithë çurinë, udhimin tuaj, do të thojon profesional dhe sportiv. A mendoni ose a mani mend cila ka qenë emocioni i fitores parë që keni arritur pasi inkuadruar me ekipin e mundjes? Shiko, me thënë të drejtën që kur fillova në moshë të vogël kemi pas grup mosha që ishin atëherë grup mosha të ndryshme, unë isha tek mosha 10-12 dhe kisha për trajner dhe kam nder dhe krenari që ta them, kisha trajnerin e parë tim ka qenë Det Syku dhe sot e kësaj dite nuk i harroj kur disiplinën që ka pas ky njeri dhe sinqerisht e falenderoj për atë që ka dhënë ai, sepse dihet se baza e çdo lloji sportit është pjesa e moshës nga 10 deri në 15 vjeç. Është baza për t'i dhënë anën teknike një sportist. Tashmë ju e shihni mundjen jo vetëm si një shmundës, por edhe si trajner. Tani të them të drejtën nuk mundem ta shikoj si një shmundës, sepse kam kaluar një fazë shumë nga mundës dhe kam dalë direkt në një moshë shumë të re, kam dalë në si trajner. Pra keni ushtruar njëkohësisht edhe mundjen edhe sportin, edhe trajnimin. Po, nga fillimi, domethënë, nga kjo pjesë mbaj mend shumë mirë, në atë kohë ishim kampionate që zhvillonin kur ishim fëmijë, se dal tek pyetja që më the për kur mbaj mend pjesën e parë, që të fitoren e parë. Mbaj mend se në atë kohë bënim shumë vajtje ardhe dhe ndeshje miqësore. Në përrethët të ndryshme. Kemi bërë në Laç, mbaj mend kemi bërë në Laç, pastaj mbaj mend kampionate që kemi bërë në Kukës, në Shkodër, po thuaj sepse në atë kohë, në periudhën 85 deri në 90-ën ka qenë gjithë pothuajse gjithë Shqipëria kishte ekipet e tyre zinxhir, po ashtu edhe ekipet të rriturish për mundje. Kështu që nuk është që e mbaj mend tamam fiks, që themi ato momente ku kanë qenë, sepse zhvillonin shumë gare dhe shumë aktivitet. Mbi të gjitha kishin konkurrencën ndërmjet
nesh ndërmjet skuadra, sepse ishim rreth 30 fëmijë dhe në peshat përkatëse, për shembull në 5-32 deri 38 që ishim ne peshat e fëmijëve, mund të ishim 4-5 vetë që konkuronim për të marrë pjesë në kampionatin kombëtar. Pra kishte konkurrencë pari brenda llojit, pastaj me kundërshtarët tonë apo në kampionatet ndryshme që u zhvilloshin për moshat. E veçanta juve si ish mundës, si sportist i mundjes, është se ju keni arritur të shpallni kampion në secilin prej moshave. Cila periudhë sipas jush ka qenë periudha më sfiduese ose periudha që e keni ndier se tashmë keni hyrë në sportin e mundjes? Periudha më ka qenë në vitet 96, nga vitet 95 deri 98, kur tashmë që nga pas viteve 90-91 të gjithë shqiptarët, që çdo sportist fillonin dhe të merrnin pjesë në garat në arenat ndërkombëtare. Dhe kjo ishte një ëndër për ne për të marrë pjesë në një arenat ndërkombëtare, sepse ne ishim provuar po vetëm në arenat kombëtare. Brenda territoreve administrative të Republikës së Shqipërisë. Mbaj mend nuk e harroj kurrë një ndeshje që kam bërë në vitin 92, në 92-93, kur ikem si profesues i ekipit kombëtar, ishim në Gjermani. Ishte hera parë që t'jenë jashtë shtetit, edhe ishte diçka shumë... Edhe ishte shpejt. Shumë emocionale. Ishte shumë shpejt pas lëvizjeve demokratike, pas pluralizmit. Ishte shumë emocionale dhe mbaj mend, kam bërë një ndeshje që nuk e harroj kurrë, me një nga nuk e di tani, nuk e mbaj mend fiks, por e di që ishte një person me ngjyrë, ishte nga këto vendet afrikane edhe amerikan, tani më kujto, amerikan, dhe ishte nga këto me ngjyrë. Edhe ajo ndeshja nuk isha pa, ajo ndeshja më ka ngel në mendje sepse kishte një sistem rregullore që nuk mbarote asnjëherë dhe mbaroi ndeshja 27. Zgjati shumë raunda, pikë. Zgjati shumë me pikë sepse nuk e 27 me 24. Ishte ndeshja më spektakolare që kisha bërë unë ndonjëherë. Shkoi rivalitet, se vetë diferenca 27-24. Po, shumë rivalitet. Edhe këtë nuk e harroj asnjëherë. Pastaj pas këtyre viteve, pasi unë u ktheva për arsye si çdo shqiptar do ndronte në ato vite të rinjtë jashtë shtetit, unë me këmbguljen e prindërve u ktheva dhe vazhdova studimet e larta në Institutin e Lartë Kulturës Fizike për mësuesi. Do të vim tek studimet. Ecim gradualisht. Pas dominimit do thoya të moshat, përsëri dominues tek të rriturit. Jeni dikun të 7 vite kampion me sa ndi unë, radhazi, duke u kthyer pse jo në monopoli atij titulli. Cili ishte sekreti i këtij dominimi? Tani unë gjatë kësaj periudhe, të them dhe gjatë gjithë periudhës kam qenë nga sportistët që nuk e kam ndërprer asnjëherë stërvitjen. Edhe pasi shkova në studimet e larta, po thuaj se isha i ri, isha 18 vjeç në atë kohë, edhe në 96-ën ka qenë kulmi im kur u zhvilluar kampionati ballkanik për të rinjt deri 20 vjeç, sepse ne kemi diçka në sportin ton, kemi një diferencë moshash që në të rriti kemi deri 21. 18 deri 21, nga mosh pastaj janë nga mosha 21 dhe e lartë quhen të rritur. Ndërsa gjitha sportet tjera kanë të rritë kanë deri në 18 vjeç. Dhe rivaliteti i kësaj moshe 18 deri 21 është shumë i lartë, pasi kanë dalë kampion bote në këtë moshë, edhe është ngarkesa është shumë e madhe. Altin një shoh më shumë se duhet modest. Të kërkoj që të dalim nga modestia. Ju jeni 7 vjet rresht kampion i rriturve. E kuptoj, por sinqerisht le t'i themi gjërat ashtu siç janë. Se është krenari që ne Lezhë dhe edhe për emisionin tonë të kemi një kampion, do të thoja unë, si puna juaj. Kampion moshash, kampion të rritursh dhe për të mbritur te kampion Ballkani. Të them të drejtën, kam pas një mbështetje të jashtëzakonshme gjatë gjithë kësaj periudhe, kam pas një mbështetje shumë të mirë nga trajnerët pas
dhe Cyko që ishte, kam pas Nazmi Mollën, një nga legjendat, ose Zugu, si kështë një gjithë legend, një nga legjendat e sportit të mundjes, edhe unë jam shumë krenar, kur ti përmend emrin, të thënë drejtën, bëhet një, sepse është një, kam marrë një eksperiencë të jashtëzakonshme nga ky trajner, jo vetëm si sportist, por qoftë edhe nga ana pedagogjike, nga gjitha format e ndërtimit. Edhe në atë kohë kam pas fatin sepse unë kam kaluar disa prezat të shkëlqyer, kur kam qenë fëmijë, kanë qenë to prezat ka qenë Samideta, Bengola, ka qenë Shoqëri Sokoli, kanë qenë këta që unë i kam parë dhe i kam dirë, pavarësisht se kam qenë fëmijë dhe i kam prekur, i kam pasur si simbole për zhvillimin, dhe kjo ka qenë edhe ajo si thonë fryma për të dhënë sa më tepër dhe për të kërkuar. Unë nuk kam qenë ta them sinqerisht, nuk kam qenë një sportist që kisha nivele shumë të larta, që të themi që të bija në sy, sepse kam qenë një sportist që i jepja dhe jepsha mundësinë çdo lloj sportist, çdo lloj mundësi që të bëj mundja. Ishte art, mundohet të bëj art, dhe këtë e kam kopjuar, artin e kam kopjuar nga Samideta. Ka qenë një sportist nuk ke qenë egoist si sportist. Jo. E ke lejuar kundërshtarët të shpalos vlerat e tija, ndërkohë ke pranuar dhe humbjen. Si ke festuar me shumë gëzime dhe fitore. Një diçka që nuk e harroj, dalim tek pjesa e kampionit, në një aktivitet po diskutonte se me cilin ekip isha studentë në Tiranë. Ishte gara ekipesh se kush do të marrë. Kush do të marrë. Edhe mbaj mend zakonisht i ka marrë studenti. Partizani më thoshte është i imi. Beslidhja thoshte është i imi. Dinamo thoshte është i imi. Vëllai ishte rivaliteti për dal kampion, edhe mbaj mend shumë mirë që është vendosur që mua mos më lejnë me pa garë, kam marrë pjesë individ. Edhe të nesërmen ka shkruar gazeta, se harroj kur asnjëherë titull, Altin Shtefni kampion pa ekip. Sporti popullor ka qenë qytet, ai sporti jeshil. Po, Altin Shtefni thotë kampion pa ekip, atë kuptohet sepse gjithë ato po thoshin atëherë do vendosin mos ta lëm pa garë, sepse nuk ka faj sportisti, se nuk merren vesh trajnerat, klubet e sportit, se ku është i federuar. Atëherë ky do marr pjesë, sepse nuk mund ta ndalojmë si sportist që është. Edhe ishte kjo ishte një nga gjërat që nuk e harroj asnjëherë. Prandaj pas emocione ka pas të jashtëzakonshme kampionati ballkanik, siç do aktivitet. Është zhvilluar në Tiranë. Në Tiranë për herë të parë që u zhvilloi një aktivitet me përmasa ballkanike, Do të thotë që shiko, të dalish kampion Ballkani, dalim jashtë asaj modestisë. Ja ishte sa ka qenë pjesëmarrja, rivaliteti i jashtëzakonshëm, sepse merrshin pjesë Bullgaria, që kishte kampion bote dhe kampion Europe me tradit, po themi. Turqia, po ashtu Greqia, ishte nivele shumë të larta, ka qenë gjithë ishë republikat e Jugosllavisë, Rumania, po ashtu dhe Rumun, edhe rivaliteti ka qenë shumë i fortë, them sinqerisht. Dhe ato ndeshje fal prap, rikthehem tek pjesa babait, fal babait, i kam prap ato ndeshje, i kam filmuar, të arkivuara. Atëherë i shoh sa herë. Edhe ajo ka qenë momenti kur do jepshin maksimumin, edhe fal prap trajnerit kam pas mbështetjen e Zugut, profesor Zugut, që ka qenë jashtëzakonshme kjo mbështetje e tij në atë periudhë. Ka qenë një periudhë përpara se të shkoja që dilja kampion Ballkani, një vit përpara, udhtoj për në Greqi. Dhe aty jam prezentuar me ekipin kombëtar, ishin 2 shqiptar që merrin pjesë. Ka qenë një shqiptar,
që është nga Gryzeza këtu, një Arben Deda, talent, ai kishte ikë që në 91-shin edhe la Shqipërinë dhe vazhdote atje. Dhe pata mbështetjen e tij dhe një shqiptar tjetër që ishte nga Kipra, por ai kishte për sporte dhe pata shumë mbështetjen atyre dhe gjatë kësaj periudhe kam ne rreth 9 muaj kam bërë stërvitje pranë ekipit kombëtar grek që trajneri i tyre ishte një nga trajnerët më të mirë të Rusisë. Aty edhe kam pas një eksperiencë të jashtëzakonshme të fitimit. Saqë me thënë drejtën në atë periudhë më propozuan edhe për të ndruar emrin, për të bërë gjithë, për të marrë pjesë me ekipin grek, për të marrë pjesë me ekipin grek dhe këtë e sulmoi shumë trajneri, ky trajneri që ishte rus, edhe ai do të atite se nga i përkiste nga donte formatin e sportistit dhe unë këtë do ta stërvis edhe do ta çoj. Sepse kishte parë për dëshmëritë tuaja. Dhe ishin ca momente që në thojza po më gënjente menja, po thash jo. Në atë periudhë pata një telefonat edhe më sinqerit nga Indieri Abedin Lame, nga trajnerët më të mirë të gjitha kohërave të sportit mundjes, që në trajneri i Partizanit, por ashtu ishte edhe trajneri i ekipit kombëtar, dhe ai më tha, shqip më ka thënë, Altin, nuk të duhet që Greqia, po hajte këtu. Ndërkohë shumë sportistë kanë lënë vendin tonë. Dhe nga i moment unë e pash situatën neta se neta. Natyrisht edhe i veshur pak me ndjenja patriotizmi familja ana tjetër, ishin shumë faktorë që edhe më detyruan që të vija këtu. Dhe kur erdha vazhduam stërvitjen për përgatitjen direkte të kampionatit ballkanik që do të shënote për herë të parë. Edhe një rast konkret që unë e kam marrë vesh pasi dola kampion Ballkani në një mbledhje që ishte punë në Greqi, kishte insistu me shumë forcë ishte trajneri i ekipit grek se ishte diskutuar për të vendosur fati i sportistit. Nuk e mbajtet, nuk e mbështetet, si apo dokumentat dhe ja ku ju doli kampion Ballkani si ku ju shumë moment i bukur natyrisht dhe krenar. Dhe kështu ishte kam bërë një ndeshje në finale, gjysmëfinale ka qenë, ajo ka qenë shumë e fortë me një bullgar, ku ai bullgari, ai sportisti i Bullgarisë kishte para një muaj që ishte zhvilluar kampionati evropian dhe ai kishte dalë vend të tretë në kampionat evropian. Po, shiko, informacioni jonë ishte shumë i ngushtuar atëherë për shkak se nuk ishin si kërimi mundësitë e sotme me media me gjitha, edhe më thënë drejtën nuk e dija se kush ishte, se po mbyt ajo ndjenja se sa do të eksportistit të mbyt pak ajo ndjenja se po bëj me një të fortë edhe këto janë që ndikojnë në një farë mënyrë. Ndikojnë tek normalisht tek ajo dhe unë kam hyrë pa e kuptuar fare. Dhe ajo ndeshje ka zgjat me shtesë. Dhe e kam përfunduar mbas pothuajse ta marrë gjithë ndeshjen që kur e shoh sot në filmim është rreth 15 minuta diçka që nuk zgjat asnjëherë në mundje sepse pra rivalitet rregullore ka ardhur dhe është ndrruar çdo po themi çdo 4 vite ndrohet pikëzimi tjetër. Shkaku po pikërisht zgjatja kësaj ndeshje. Zgjatja kësaj ndeshje u bërë se pse zgjati, sepse ishte rivaliteti shumë i lartë, kishim një rivalitet shumë të lartë. Edhe për mua ajo ka qenë finale. Ja pas kemi edhe një rast tjetër tani, pra që Altini jon po themi, Altin Shqefi ka bërë federatën, institucione shtetërore që ndryshojnë rregulloren, ashtu siç pa të bërë Ramazan Ragami me 5 penallti dhe 2 shtesë, 7 penallti përballë Kavajës. Rregulloria ka ndryshuar me shumë herë, si çdo lloj sporti, sepse po 15 minuta në sport po ishte diçka shumë e madhe, ta them sinqerisht. Se tani 15 minuta marron pothuajse ndeshje volebolli. Po, rregulli është
5 minuta, ka qenë 5 minuta dhe 3 minuta shtesa. Mirë, po duke marrë gjithë ato ndalesat e pse diskutimet e arbitrave, pse është kjo, pse s'ishte kjo pikë, pse kujt t'ja vlerësojmë, ashtu shkoi dhe vajti 15, por ama ishte 5 dhe 3, ka qenë shtesa. Edhe diçka që në mundje nuk ka asnjëherë barazim, nuk ekziston barazimi. Kështu që duhet të gjetë, prandaj dhe janë ndryshimet rregullore. Dhe ndryshimet rregullore në mundje kanë ardhur si pasojë, sepse mundja është një sport të durojnë spektakël. Nuk është thjesht një sport obora kush do fitoj. Sport emocional fakt për spektatorët. Sport emocional dhe shumë me të papritura, shumë i vështirë për të bërë do një disiplinë të jashtëzakonshme, ama nuk është i paralizueshëm. Çdo gjë në qoftë se ke disiplinën, kontrollin, vullnetin për ta bërë, po ashtu dhe talentin, çdo që arrihet. Keni marrë shumë vlerësime ndërkombëtare. Cila është ose 2-3 që ju përpos shpalljes kampion Ballkani, në aktivitetet tjera që u kalon ndonjë mbres, dhe sa e vështirë ka qenë të ishe sportist elitar në atë kohë, bëhet fjalë përpara mi fjalë deri nga vitet 93-94. Periudha e tranzicionit. Periudha e tranzicionit. Është vërtet. Në atë periudhë shumë sportista u larguan. Nuk kishte kush, ta them sinqerisht, mendjen për të bërë sport. Edhe të bëje sport në atë periudhë po thuajse është si sot është sakrificë. Më kupton? Dhe vinim nga një regjim që pak kishte hedhë. Vinim nga një regjim që pak kishte hedhë në vështrimin e sponsorizimit, të vlerës, por ama sportistat deri në vitin 2000 edhe më mbrapa janë vlerësuar, sepse vinim nga një brez që e kishim të kulturën dhe vlerësimit të një sportisti, sepse sportisti gjithmonë ka qenë dashamirës, gjithmonë ka qenë i gatshëm për zgjidhjen e problemeve, dhe kjo ishte ajo që na mungonte ne si shoqëri në atë periudhë. Kështu që ne kemi unë personalisht kam pas goxha mbështetje si nga pushteti lokal, si nga qeveria, sepse ishin ligjet, kam pas edhe nga sponsorizimet, të them të drejtën, kam pas sponsorizime që më kanë justifikuar mënyrën e qëndrimit këtu. Sepse dash e pa dash ishte periudha që gjithë do emigronin dhe do kërkonin diçka më të mirë për familjen e tyre, për të ardhurat e tjera. Por gjatë gjithë unë kam menduar të mbaroj shkollën e lartë edhe të krijoj diçka për qytetin tim. Dhe këto kanë qenë pastaj të vini një periudhë, një etapë ku kalova nga sportist trajner dhe ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Pra, pas përfundimit të studimeve të larta, i përkon dikun të vitit 96-97, në mëzgaboj, Po, 96-97. ju keni nisur paralelisht me ushtrimin e mundjes edhe trajnimin, po themi, dhe tani si ishte për ju ky tranzicion? Në mentalitet, në ide, në... Ndryshimi më i madh ka qenë sepse gjatë kohës që isha në universitet, aty është diçka që ti nuk e imagjinon dot të lidhish anën praktikën me teorinë, është ajo maksimumi i çdo lloj sporti ose çdo lloj aktiviteti të ndryshëm. Por mundja ka një veçanti. Kjo ka një veçanti sepse në brendësi të universitetit nuk është thjesht që unë tilja një mësues i edukimit fizik, por isha dhe i profilizuar në mundje. Se kishte specialitete të ndryshme dhe unë isha i profilizuar në mundje dhe kam qenë shumë dashamirës dhe një tip studiozi. Jeni përkushtuar, po themi në dy fish. Jam përkushtuar. Sepse përkonte edhe me dëshirat e me karrierën tuaj. Dhe shumë herë, sa herë kisha provime në universitet, i thoja,
duhen në të mirë, edhe si për shaka ma thonin pedagogët e do shkosh shkot lartë, ti si e ke hallim. Unë si gjitha ato shokët e mi thoshin, na jep një 6, 5, ta marrin buin, thosha, ore du në të mirë. Ore më thoshin ti do shkosh në shkollë të lartë apo si ke hallim. Edhe kjo ka qenë ajo që unë doja ta vendosja këtë mundësi që mu kryua nga shkolla e lartë, nga pjesa të koordinoja gjithë elementet e teorizme, të koordinoja gjithë teorinë edhe pjesën anën praktike që kisha vuajtur themin thojza në trupin tim, edhe duke bërë këtë koordinim, atëherë ju futem me shumë përkushtim trajnerit. Aftësit për të drejtuar dhe për të... Fal eksperiencës tuaj, fal dhe dijeve, bagazhet intelektual dhe profesional. Çfarë të reje implementuat ose injektuar tek sportistët e rinj që tashmë i more duke i trajnuar si mund satarë? Shiko, unë e thashë përmenda pak më parë ndryshimin e rregulloreve. Si çdo sport, ky sport duhet i përshtatesh njëherë duhet i përshtatesh fitimit. Që të nxirresh si sportist duhet i përshtatesh rregullores. Dhe në bazë të rregullores ti do të ndërtosh atë çka i duhet një sportisti për të nxjerrë për të marrë rezultat, për të pas rezultatin. Dhe kjo përkon nga mosha 17 deri 21, sepse baza çdo lloj sporti, sidomos e mundi dihet kush janë mësimi, ngarkesa e punës, mësimin e teknikës, taktikës dhe gjitha komponenteve të ndryshme. Por ama të kjo pjesë ne çalonim. Ne flas si gjenerat, ne çalonim sepse ne arrinim të zhvillonim, të nxjerrim sportista deri në moshën 18 vjeç, pastaj kishte një rëndje. Dhe kjo më përkoj... Po, në fakt edhe ajo mosha është mosha pubertetit dhe janë disa faktorë të tjerë që ndikojnë. Shumë e vërtet, por aty shikova dhe mendova që këtu më duhet të ndalem edhe të shoh këtë përjull, se sa pjesa e bazë. Dhe për të ndërtuar këtë përjull, duhet i përshtatesh rregullores që të nxjerrësh fitimin nga rregullore, sepse ne ishim shumë sportistë të mirë që bonin në mundje flitet bonin në këmbë edhe në tokë, sepse janë parter edhe sipër në këmbë dhe i zhvillohet e mundja. Mirë, po ne gjithmonë në këmbë ishim shumë të lartë. Mund të përballeshim me kampion bote me gjithë. Ama kur ulshim parter, ne maronim sepse nuk e kishim ushtruar këtë praktik, nuk e kishim bërë, sepse gjithmonë ajo na kishte ngelave pjesa të bëjmë kapje në këmbë, e kupton? Dhe kjo ishte për shkak i rregullores. Shkak se kishte ndryshuar rregullora, pasiviteti, element teknik sa duket. Kjo poshtë kërkon tjerë element teknik dhe të tjerë përgatitje në momentin e sulmit edhe të mbrojtjes. Kjo ishte efekti që unë e futa më tepër, i dhash më përkushtim kësaj metode, sepse nuk ishte çështja, gjithmonë e kam pas një parim, nuk kam që të marr pjesë brenda. Parimi im ka qenë që të kultivosh këtë sport, të kem rezultate ndërkombëtare dhe këto sportistët të përfaqësohen në arenë ndërkombëtare, jo kur nuk e kam marrë ta bëj kampion Shqipërie. Nuk ta them sinqerisht, nuk e kisha fare. Pra keni parë lart. Po, nuk e kisha fare interesin që ta nxjerr kampion Shqipërie. Ti thosh edhe po se nxorra, nuk është problem. Nëse ky do arrijë një stad, s'ka problem, se do dal vet kampion Shqipërie, por ama du ta ngrej si stad. Edhe këtë ja kam arritur, me thënë drejtën, me rezultate që kam dy sportistët të them tamam elitar që sot po ta marrish nga ana e rezultateve që themi zyrtare, kemi një ndryshim që shumë pak e di kush në Lezhë, ka një ndryshim të raporteve, nuk mund të themi pari, dyti, treti, por sot për sot është medalisti që mban vendin e parë, themi në thojza pa, është Ergjys Mirukaj, pasi është sportist që
Jo, dalim te modestia. Jo, I përgatitur për ju. E kam rritur nga gjithë mosha deri në Në gjithë elementet. Në gjithë elementet. Që ka shpërbyer një vend, ti je dhe krenar me punën tonë. Dhe është medalistik që ka dalë vend tret në Europë, që ka marrë medalje bronzi në Europë. Pastaj vjen Meral Dondoka. Janë sportistë që është vendi 6 në Europë, dhe ta marrish nga ana pjesa përsëri zyrtare, vinë me rrallë gjithë sportistët që kanë qenë, pastaj unë si kampion Ballkani kemi nivel shumë të lartë të sportistit, që për mua është shembull i ajo që më ka frymzuar i Arben Koles, dhe e kështu me rrallë. Pra Lezhë ka krijuar një Gjerdan të artë, thoja unë. Po. Me plot gojën Gjerdan të artë, pra pa diskutim. Me mundësa elitar në rang përtej kombëtar. Janë breza që Profesor Majmen që keni organizuar një kampionat model në Lezhë në vitin 2002. Jo vetëm atë. Kur kemi më bën përshtypje kjo, kur kemi vendosur tapetin në stadium, në fush. Po. Nuk është vetëm ajo pjesë, por para se të bëja atë, unë kam pas një, kush ka qenë ajo motivimi im që të rrisja vlerë sportit të mundjes në Lezhë, por mos të harronte ajo e shkuara dhe të jepsha atë tamam ngjyrat e. Pra keni punuar me motivin për të ruajtur traditën dhe për të arritur më të mirën. Tani unë fillimisht kam organizuar kampionat shkollash. Që në fillimet e mia kur sapo mbarova universitetin, vazhdova në kursin e edukimit fizik këtu dhe organizova kampionatin e shkollave. Pra pati një gjallëri lëvizja sportive në drejtim të mundjes. Unë i kam gjithë ato materialet filmike dhe materialet e fotove të ndryshme, atë e kam organizuar tek pjesa e sot ku është shkolla, ku ka qenë ekonomiku në Mqëndër, shkolla Kolin Gjoka, ku e shkolla Kolin Gjoka sot, aty kam vendos tapetin e mundjes. Është palestra aty? Jo, kam vendosur jashtë, në ambientin jashtë, dhe e kem vendosur me shkallë të montuara me skela, dhe montova për publikun, dhe kam pas marrë rreth 4 arbitra nga Tirana, për të gjykuar të kampionat, mini kampionat të shkollave, që ishte, të them të drejtën, më shumë se sa një kampionat kombëtar, nga pjesëmarrja, nga cilësia, kjo ishte vazhdimi i asaj që mua pas një vitit më besuan kampionatin në Lezhë, më besuan kampionatin kombëtar të rinjve në Lezhë për moshat deri në 18 vjeç. Në 17 vjeç, dhe këtu kam marrë, atje normalisht edhe në bashkëpunimin e federatës, kam marrë atë tapetin dhe kam vendosur në mes stadiumit, si një herë një kohë që mbaj mend unë në 91-shin, patë ardhur një ekip nga Maqedonia dhe patë bërë një ndeshje miqësore me grupin me Maqedoninë, me Shkupin, me ekipin Iliria, mbaj mend, dhe ka qenë një nga organizatorët, ka qenë profesor Zugu, që edhe që atëhere unë mbush, është zhvilluar dhe mbaj mend, kam qenë fëmijë unë kur është zhvilluar kampionatin në Lezhë në stadium, edhe kishta nostalgji ta bëj edhe një herë në 2002-shin dhe më rikthyer që kam bërë është bërë një kampionat. E kisha arkivuar në mendjen tënde atë. U donte bërë edhe një në stadium. Normalisht mungesa e pallatit sportit na ka sjell në këto kushte, se kishte raste që rrishim i shikoshim lart inshallah na bie shi. Më kupton, sepse të bësh gjithë atë organizim dhe të dështohesh diçka, po fal. Keni qenë edhe trener i të rinjve për një periudhë kohe. Po, sepse i mora, me thonë drejtën, e fillova nga baza, nga aja dhe i fillova në rritje, duke mos i lënë këtë grup që në rritër, dhe duke mos i lënë. Dhe kam pas mbështetjen, kur u rritën këto, kisha mbështetjen e trajnerit Viktor Kola, që e përshëndes shumë, që ka qenë shumë kontakt me ekipin. Pastaj kam pas të ndjerin Pandeli Leshin, profesor Pandin,
dhe kam pas që I kisha bashkëpunëtor në kuptimin e përgatitjeve të grupeve të brezave që kemi stërvit bashku. Dhe shumë herë kemi bërë aktivitete në Bullgari, në Greqi, gjithandej, po me këtë grup që e mora nga fëmijë dhe fillova dhe I ngrita deri me të rriturit këto. Për një moment që sot kam edhe për një moment saktor ju keni qenë edhe në Itali dhe madje keni qenë dhe trajner një ekipi italian. Po. Në vitet të them që në 2005-ën pasi mora vendosa që të largohem nga këtu dhe mora vendimin që të jetoj në Itali, kam jetuar për 6 vite në Itali dhe në periudhën që kam shkuar atje I direkt kam rënë në kontakt me ekipin. Është një ekip ishte modest si ekip që është polisportiva Afri që është brenda në Milano dhe kam ushtruar këtë profesion për 6 vite atje duke marrë këtë ekip nga vendi 16 dhe duke sjellë vend të tretë në Itali. Sepse gjatë pavarësisht atyre që ishin aty që stërvitja akumulova edhe shqiptarë që jetoshin në Milano. I ngranova dhe I sportistat e mi që kishin qenë emigrantë atje dhe gjetën një dorë atje për të ofruar dhe më falë kësaj atje plus asaj që unë merra pjesë edhe vetë si sportist, pavarësisht isha trajner, merra vetë dhe arritëm që të bënim një rezultat të jashtëzakonshëm për atë ekip që e bëra. Plus kësaj dhe kam ndjekur çdo trajnim që u bonte për trajneri dhe sot unë e kam edhe licencën si trajner pranë Federatës Italiane, edhe atje e kam marrë një licencë të tillë si trajner I kësaj. Erdhët nga Italia në Shqipëri, por ajo periudha e kthimit në Shqipëri ka përkuar me dualizmin e federatës dhe për një periudhë ishte si e përjetuat të moment ju dhe si arritët ta kapërcinit të sfidë? Pasi u ktheva, me thënë të drejtën, e gjeta dhe si thënë na vëm shpirt për sportin. Sepse jeni brenda ti. Kur e gjeta në ato gati në agoni, sepse kishin krijuar përplasje 2 federata dhe të them të drejtën unë thash po që më duhet mu federata se ç'a bëni ju, ku janë sportistët dhe ku është sporti I mundjes. Edhe gjatë kësaj periudhe jam përkushtuar shumë që të kërkojmë një drejtim të duhur të kësaj federate. Edhe si me thani interlokutori, jam balancues. Jam përpjekur me gjitha mundësi dhe kush ç'a kisha mundësitë e mia plus financiare, plus sepse të merresh me këto organizime dhe që të bëja përkohësisht të bëjnë një federatë dhe ato të dyja ti mblidhja dhe të bëshin bashk, asnjëherë nuk u bën bashk, edhe gjatë kohës unë kërkoja që të bënin një federatë që të funksiononte sporti, nuk më interesonte ose kryesimi I federatës. Sinqerisht në atë periudhë këtë sistemin e ngritjes presidencës e merrnin si trampolin ku ta di unë për të ngritur në një për të qenë ose për kandiduar për deputet për tjetër ishte trampolin civile dhe që ka ndodhur në gjitha sportet, jo vetëm në munje. Të gjithë më këtë kuptuan sepse mendonin se unë duhet trampolin për këtë, po unë jam pjesë e sportit, nuk më ka interesuar asnjëherë pjesa e politikës, pavarësisht se pa politike nuk bëhet sport. Doktrina juaj ishte evidentimi ose rikthimi I sportistëve dhe kësaj federate në misionin e vet. Po, dhe kjo më ka kushtuar shumë të them sinqerisht, për arsye sepse duke marrë me të lash pak më njën pjesën akademike të ngritjeve të sportistave dhe pas një periudhe pas shumë konflikte, po ta shikosh edhe në media, çdo lloj media unë kam qenë, me vërtet kam qenë
pjesa e opozitare e asaj që unë kërkoja vetëm thjesht që dua sportin, nuk më intereson fare. Në fakt në Shqipëri rëndom që ai që mbron të drejtën të vërtetën i del mendimi opozitar, sepse i prish do të thoja unë të them të drejtën pjesa e konsumimit së federatës deri te kryeministri e kam thënë si vetëm të bëhet mirë. Por ama ajo siç e thatë vetë, ju keni harxuar shumë nga koha juaj, nga puna juaj, nga është vërtet që kam harxuar. Por nuk jam i zgënjur, sepse ju sot fal punës tuaj, kuptohet e titujve gjithçka jeni përzgjedhur dhe i keni ushtruar një kurs botror të trajnerëve. Për ata që na ndjekin, pra në djenin time, jeni i vetmi që e posedoni këtë licencë. Çfarë vlere ka kjo licencë në aspektin personal, profesional, por më gjerë? Është shumë e vërtet. Tani, në periudha ishte periudha që Federata Botërore po kërkonte nga gjithë të themi disa vendet anëtare dhe kërkonte që si të licencote sepse ishte çdo të sjellje shumë veta kanë ardhur ka dërguar Federata Botërore për të bërë trajnimet e trajnerëve të tjerë që kishin nevojë dhe ju kushtonte më tepër dhe këta kishin politik bërët e tyre që thanë më mirë të marrim të trajnojmë edhe t'i marrim. Ne një që ta kemi këtu. Që ta kemi për çdo, jo vetëm këtu, por kudo që në vëjitën në botë. Dhe kjo ofertë më ka ardhur nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, që në atë kohë ishte zoti president, ishte Biron Beshani, një sportist mundës me emër dhe shumë nderuar dhe ka dhënë shumë për sportin e mundjes dhe është për të falendëruar për atë pjesë që ka dhënë dhe për gjithçka që ka bërë për mundjen dhe ai më ofron të duke parë tha në mes gjithë kandidatëve tha unë sepse ishte kushti dhe ishte edhe anglishtja do të dije anglisht ndyshe nuk mund të ishte kurs ndërkombëtar. Po ishte kurs ndërkombëtar dhe e ka bërë në kurrikula ishte në gjuhë huaj kuptohet do fitësh. Patjetër çdo gjë informacion, leksione gjithë ishte në gjuhë angleze. Dhe aty kam në Hungari, në Budapest, është 2015, e kam bërë këtë ka qenë rreth 3 muaj e gjysmë, po them një përkushtim i jashtëzakonshëm, të them sinqerisht ka qenë një eksperiencë që unë sot edhe kësaj dite e kam e ke si idhull, si kryekreu si piknisi e çdo gjë sepse aty u merrte me detaj çdo gjë me detaj, kur them me detaj që nga A-ja deri te Z-ja një përgatitje dhe sportistit nga planet. Pra sa duket aty keni qenë rrugtimin tuaj si sportist edhe si trajner në të gjitha nivelet e tij. Është mos e vërtet. Dhe aty nuk ishte se o burra hajde bëje dhe ik. Aty do t'japja provimet. Kishte testime pas testimet dhe pa testim mbaj mend që rreth një 3-4 shtete nuk i kanë licencuar, nuk i kanë klasifikuar. Edhe aty do të mbrojë një tezë se ishte tezë, do të mbrojë një tezë, çfarë do të bëje ti, çfarë bën për sportin tënd, në vendin tënd. Dhe një nga tezat që unë të kam mbrojtur sportin në shkolla. Si kjo ka qenë piknisë sepse nga aty fillon baza e çdo sporti. Sa duket i keni paraprir me atë aktivitetin që the ti me kampionatin në shkolla. Kjo ka qenë ajo që dhe pata shumë eksperiencë dhe sot e kësaj dite unë jam një nga trajnerat që mundem edhe në gjithë botën të jap leksione për sa i përket anës përgatitore të Ti jesh i vetmi në Shqipëri me këtë lloj licence. A është privilegj apo barë përgjësie për ju? Është një barë herësëkonisht e madhe dhe them sinqerisht, por është një barë që unë e kam bërë dhe e bëj me kënaqësi, nuk është që i futem nga detyrimi. Diçka që bëhet me kënaqësi. Gradualisht minutat kanë nesur dhe jemi futur në pjesën, po themi, e fundit e emisionit, por me disa pyetje në formë quizi. Si e ndani kohën mes rolit të mësuesit
trajnerit dhe drejtuesit, se për një periudhë kohë keni qenë drejtues në shkollën në gjimnazin në Drejt Lezhë. Po, Duhet një racionim. duhet një racionalizim dhe një personaliteti ngel personalitetet. Baza e anës personale të ngel sepse është e trashëguar nga shumë breza dhe këta e kam pas disiplinën dhe kulturën e kam pas të trashëguar dhe një sport si që është mundja don disiplinë dhe shumë. Tash ndarjen e këtyre gjithmonë nga ambienti, varet nga ambienti për të bërë ndarje, se duhet të përgjigjesh gjithë nuk ka një formulë fikse. Nuk ka një formulë, operohet në bazë të momentit dhe çastit terrenit që gjen. Kjo është ajo. Me ekipin Beslia dhe kombëtarën si trajner ekipit të rriturve, tashmë se tani, e thash gjatë emisionit që jeni ndoshta i vetmi në Shqipëri që keni ardhur gradualisht nga sportist, po themi ne i vogël në moshë, u rrite me tituj, pastaj u rrite me titull të rish, u rrite me titullin kampion Ballkani, u rrite me titullin me të rriturve, u bëre trajner i Beslias, u bëre trajner i ekipit kombëtar të rinjve. Dhe tani jeni trajner i ekipit kombëtar të rriturve. Tani, me Beslinën dhe kombëtarën, cilat janë objektivat afat shkurtër, ose ato çfarë keni në mend të bëni tani shpejt? Tani, kjo është përgjithësia është jashtëzakonshme sepse e thash edhe në fillim që me ndryshimin e federatës për fatin e mirë sot kemi një president që unë dikur e kam pasur rival në thojza në tapet. Jo në tapet. Apo në krisin e federatës edhe ndajmë të dy të njëjtët ide, të njëjtën pikpyetje për sportin e mundjes. Dhe unë jam shumë i lumtur që ai është president sot Said Prizreni, që është president i kësaj federate, sepse atë me gjithmonë kanë bërë gjithë në gjitha kohrat, në gjitha brezat, kanë bërë për sportin e mundjes, por ky është për të falenderuar sepse ja ka dhënë mundësinë çdo lloj sportisti për shpalosur veten si në arenat kombëtare, si në ndërkombëtare, po ashtu me grumbullime të ndryshme, aktivitetet, sepse pra është edhe për sport masiv, por edhe për sport cilësor. Sepse të bësh një sport sot në cilësor dhe të marrësh disa aktivitete shumë të rëndësishme, siç është kampionati evropian, që e kemi kampionatin evropian të rriturve, ka qenë një ëndër për Shqipërinë dhe për gjithë vendet pothuajse që kanë, do zhvillohet në prill në Tiranë, është diçka jashtëzakonshme dhe kjo ka ardhur fal punës, sepse çdo federatë botërore të shef ti si organizon dhe si bën punën, pa të jep të beson aktivitetet të nivelit kaq të lartë. Kjo tregon që jo vetëm mënyra organizative, por edhe sporti i mundjes është dashamirës dhe po vjen në rritje në Shqipëri. Jo vetëm nga ana e largimit të rinisë e tjere që mund të ndikoj sporti i mundjes për çdo gjë, po edhe nga ana financiare, pothuajse ka krijuar mbështetje dhe gjithçka, kështu që sporti është diçka që të jep kënaqësi. Kjo për shikuesit Altin, kur e takova profesorin dhe ram dakord në parim për emisionin, përpos emisionit që absolutisht më tha do të jem, por unë lehtësova diçka se në sytë e tij kishte një gëzim. Do të kemi diçka të madhe, më tha Martin. Sa duket e madhe që nga kjo, kampionati evropian dhe vërtet e madhe, Po. Javën tjetër, këtë javë, në datë 25 fillon është Ranking Series, quhet Ranking Series dhe është një nga aktivitetet më të rëndësishme botërore që do zhvillohet po përsëri në Tiranë javën tjetër. Edhe nuk është i pari, kjo është Ranking Series Muhamet Malo, për të ndjerit Muhamet Malo, një ish kontribusi jashtëzakonshëm, ismund dhe kontribusi jashtëzakonshëm i mundjes shqiptare, dhe për nder të emrit të atit, zhvillohet Ranking Series turne botëror që marrin pjesë mbi 900 sportistë dhe kjo fal organizimit dhe përkushtimit të presidentit Said Prizreni dhe Federatës Shqiptare të Mundjes që bën për këto.
Për sa i përket Që pa dyshim edhe Altin Shtefni, modesta dhe ka kontributin e vet aty. Tani kontributi jon është i sportistëve, s'është i Altinit. Kështu që unë duhet të them që sot të bërë sport është sakrificë, por ama është kënaqësi e jashtëzakonshme. Dhe unë një mesazh e kam shumë për sot kam trajnerat, bashkëpunëtorë dhe trajnerat e mi, që është Joel Gjelaj, është një nga sportisti imi, që e kam rritur pothuajse në pjesën në etapat e formimit të tij. Dhe sot është trajner i moshave dhe ai po bën një punë të jashtëzakonshme në këtë drejtim të grup moshave dhe fal sepse po tani dalim të publicitetit e reklama, por nuk është për reklamë dhe publicitet, fal mbështetjes së pushtetit qendror, pushtetit lokal, kryesisht të kryetarit bashkisë Prindreu, që ka qenë dhe vazhdon të jetë një mbështetës i jashtëzakonshëm. Sot kam një palestër, do të them ka Lezhë. Lezhë ka një palestër dhe shpejt do të jetë një pallat sporti. Uroj, këtë kam që kërkoj, ka 20 vite që e kërkoj, por uroj që tjetë e vërtet dhe të bëhet. Dhe kjo palestër që zotron ekipi i mundjes, ku aty shërbitet edhe ekipi i boksit, ekipet e ndryshme, ekipi i boksit me drejtimin e Rikel Snicaj, që është një nga trajnerët. Po që patëm dhe produkt. Një sportisti imi dhe ai një patëm një produkt të niveleve të shumë të larta. Kombëtare. Është për të është për të vlerësuar. Kemi ekipin e judos që po jep shumë rezultate të mira, kemi ekipin e taekwondos, më thënë sporti, ekipin e atletikës, po ashtu volejbolli që ka arrit, basketbolli po dihet mo që është një ndër sportet elitar, themi në volejboll vajza apo është krijuar dhe djem? Jo, volejboll vajza. Ka një ekip shumë të mirë, shumë punon, është një trajnera mos gabosha Kentiana Nicaj, që ish volejbollist e traktorit Lushit. Dhe sot është dhe në krye zëvendës mos gabosha zëvendës presidente e federatës. Presidente të volejbollit dhe kështu që sporti në Lezhë duhet të jap një mesazh shumë të mirë, sepse kushtet i kemi, trajnerat i kemi, mundësitë ekonomike janë krijuar, kontingjentin e kemi. Dërgoni fëmijët, ju them, ju jap mesazh gjithë lezhjanëve, dërgoni fëmijët pranë palestrave të edukohen, sepse nuk është të thënë që e dërgon të bëj mundje dhe mentaliteti çdo lloj prindi jo do më thyej në ekran do më është e gabuar, sepse deri në moshën 15 vjeç aty mëson shkatësi, largohet nga vese që sot dihen më kush janë telefonit e tjerë. Kështu që mesazhi im është për gjithë lezhjanët që t'ju ofrohen sportit. Profesor, pyetja e parafundit për shkuar tek pyetja e fundit. Çfarë ëndra sportive keni lënë ose nuk keni realizuar? Çfarë ju dha? Më thënë drejtën, mu më dhem për të kualifikuar një sportist në Olimpiadë. Këta e kam njëndë. Dhe një nga do sportistët që mundet të them si gjëjt për momentin është Gjet Prenga, i cili është sportisti i ekipit Bestidhes prej vitesh që unë e stërvisë dhe ai jeton për momentin, jeton në Itali dhe stërvitet në Itali, duke marrë kontakt gjithmonë me mua edhe qoftë edhe për ngarkesa për çdo gjë, duke marrë kam kontakt për sa i përket të stërvites. Kjo do ishte ëndra ime që të marrim pjesë ekipi i Bestidhes dhe Lezhës të ketë një sportist që të marrë pjesë në Olimpiadë. Kjo është një sportist elitar dhe 5 sportista në Lezhë që do marrin pjesë në aktivitetet. Dhe me një fjali, përkullëzim me një fjali, çfarë ka qenë dhe çfarë është për ju mundja? Është sport apo mënyrë jetese? Është sport që nuk jetoj dot pa te. E bërë. Kjo është për mua. E bërë. Shikues dhe miq nderuar, kemi patur vërtet një udhëtim shumë të bukur dhe që bukurinja dha patyshim i ftuar e jon, me cilin startojmë vitin 2026, Altin Shtefnin.
ishte vërtet kënaqësi. Altin, faleminderit që u Kënaqësia. bët pjesë e këtij emisioni dhe të uroj suksese dhe mbarësi në të gjithë udhëtimin tuaj jetësor. Faleminderit. Deri në këtë momente udhëtimi juaj është si më i lartë i të lartëve të drejtanishëm në fushën e sportit. Kënaqësia ishte normalisht edhe imja, ju falenderoj shumë për këtë intervistë, ndoshta edhe pak të zgjatur për sa i përket, por unë do të falenderoja ju të tyve për kushtimin që boni edhe një herë për qytetin ton dhe për mbar vendin, edhe për te këtyre, sepse mediat sot dalin në përtej edhe qoftë me një telefon dalin përtej çdo gjë, dhe kur ka një mesazh të mirë përcjellet diçka e mirë për gjithë shikuesit ose të interesuarit. Për qeni sinqert me shikuesit dhe me ju, Altin, unë mësova shumë gjëra nga sporti i mundjes dhe për mua ishte edhe një fat kjo. Atëherë miq të nderuar, së bashku me Agustin Sin Marinin, institucionin mediatik personal, do të thoja unë, dhe nuk heqdo nga ky deklarim. Patëm puntatën e parë ose edicionin e parë të emisionit udhëtim 2026. Ndërkohë që bëjmë dije se këtë emision do ta vazhdojmë. Ne ftojmë dhe mirëpresim cilin do që e sheh të arsyeshme që udhëtimi i tij jetësor është një kontribut për lezhën dhe për te saj. Bëjmë dije se gjatë vitit 2025 kemi patur vërtet emra të spikatur të lezhës, e kemi filluar në mënyrë më të mirë të mundshme deri në takimin e ardhshëm nga unë Martin Dedaj. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim.